Arben, çfarë do të ndodhë me 7 qershor? Zgjedhjet. Me 7 qershor do të moha zgjedhjet. Në mbrëmje kam fjalën. I ftoj qytetarët të Kosovës që të votojnë me bindje, me besim. Dhe të zgjedhin. Më thonë, duhet të ketë zgjedhje, jo votim. Zgjedhje. Dhe ata qytetarët e Kosovës me të shtetin kanë me zgjedhë çfarë drejtimi ka marrë Kosova. Ai është momenti. Pra na duhet më dhënë mundësi qytetarëve me zgjedh. Me zgjedh program, me zgjedh ide, me zgjedh ideal, Çfarë duhet të zgjedhin qytetarët? me zgjedh njerëz, me zgjedh platformë dhe këto mbetet, këto 2 javë gjysmë sa kanë mbet, partitë politike me prezantu para qytetarëve. Tu të emancipohemi si shoqëni, edhe si politik. Të kalojmë në një nivel tjetër, të kalojmë nga niveli i votimit si rezultat i rritimit në nivelin e zgjedhjes si rezultat i ofertës. Pra, na duhet me kalu në nivel tjetër, e kem për detyrë si politikan, e kem për detyrë si njerëz që konsiderojmë se duhet me kërku besimin për qytetarëve dhe sidomos disa prej neve që kem bani karrierë politike dhe mendojmë se duhet më dhënë mundësi qytetarëve dhe Kosovës me shtinë nivel tjetër. Ball mo me del voto, voto mu, voto ato, voto kështu, voto ashtu, jo, del zgjedh. Këqyre programin, këqyre idenë, këqyre njerëzit me cilë garohet dhe zgjedh me bindje. Cila do që tjetë zgjedhja e qytetarëve të Kosovës duhet të respektohet. Cila do qoftë ajo, sepse në fundit demokracia është kështu. Por na të punojmë që qytetarët me pas mundësi me zgjedh, me pas çka me zgjedh, le të kenë alternativat, jo me zgjedh urrejtjen, jo me zgjedh zhurmën, jo me zgjedh përçamjen, jo me këshyr kush po vërtet më shumë, kush po ofendon më shumë, kush po thot hajvanat ose ky tjetër që shpja kthen. Nuk duhet me zgjedh qytetarët e Kosovës në mes qasaj dhe diçka e tillë. Qytetarët e Kosovës duhet zgjedhin platformën, programin, idenë, idealin, besimin, perspektiven dhe njerëzit cilët janë ma kredibil që mundën me ofru këto. Kushdo që t'jenë, ata le të zgjedhin. Unë si pjesën e subjektit politik, si Lidhja Demokratike e Kosovës, besoj dhe mendoj që është Lidhja Demokratike e Kosovës. Por në fund i mbet qytetarëve, ajo që ka angazhona në këto ditë që kanë mbet, që me luftu për qëta, me luftu që qytetarët me zgjedh idenë, platformën, programin, njerëzit, idealin, besimin dhe shpresën për këtë vend. Zone Deliu? Natyrisht pres që të zgjedhin për një Kosovë më të mirë, edhe unë jam e bindur që qytetarët kësaj here do të dinë që vota atyre do të jetë përcaktuese për të ardhmen. Do të jetë më shumë e bazuar një punë ekipore që e ka Partia Demokratike e Kosovës.